tundet flamuri i pavarësisë, por nuk mungon shtiza. Në ka ngel një copë leck që val vite dhe thotë që unë jam i pavarur. I pavarur nga kush? I pavarur nga miqësia, nga familja, nga ndikimet, nga preferencat. Njerëzit nuk e dinë që shumë produkte që shohin dhe lexojnë janë produkte të inteligjencës artificiale dhe habiten, shprehin vlerësime, duar trokitje, bravo, të lumtë dora, të lumtë mendja. Një kohë që është pothuajse e qartë që janë produkte të inteligjencës artificiale. Të fazë ku jemi është e rrezikshme. Ashtu si kundër për ushqimin, që ne kujdesemi, ta kemi sa më cilësor. Tashmë ndoshta ka ardhur koha që përveç stomakut të mendojmë pak edhe për trurin, sepse truri në ushqim është informacion. Nëse dikur gazeta thoshte cili ishte lajmi i parë kryesori se ishte në faqen e parë, tashmë nuk është më njeriu që vendos se çfarë ti do të shikosh dhe të lexosh, është algoritmi. Në këtë botë të komplikuar, në këtë turbullir informacioni, shpëtimi është tek zgjidhjet e thjeshta dhe të shpejta. Dhe zgjidhjet e thjeshta dhe të shpejta i kanë të atmosferë. Dikur media dhe gazetat kanë shërbyer si një lloj institucioni kolektiv tek të cilat njerëzit kishin besim. Megjithatë, në ditët tona duket sikur ky besim sa vjen dhe po të kurret, po reduktohet. Dhe po kalojmë më tepër drejt medias si nuk e di nëse ose mund ta quajmë të individualizuar, po të medias ku është një gazetar i cili është në të njëjtën kohë edhe një lloj influenceri, po që bën dhe një lloj raportimi ose një lloj komenti mbi ngjarje të caktuara. Çfarë ndodhi me gazetarin kolektive, pse ndodhi kjo rënje e besimit, pse erdhi ky lloj transformimi, domethënë ishin njerëzit që humbën besimin tek media, apo është më lehtë për gazetarët të bëjnë dhe influencerin se sa të bëjnë reporterin dhe të jenë të punsuar dhe të bëjnë dhe komente. Epoka e gurit nuk mbaroi se mbaruan gurët. Por teknologjia dhe zhvillimi sollën diçka të re. Edhe në kohën e sotme, pyetja shumë e drejtë, ka ndryshuar gjithçka. Pra, e thënë në mënyrë të përmbledhur, nëse dikur kishim komunikimin vertikal, çfarë ishte gazeta, radio, televizioni, revistat, të cilët bën një komunikim vertikal nga lart poshtë dhe njerëzit i besonin. Tashmë komunikimi nuk është vertikal, por është horizontal. Pra, nëse dikur ka qenë fjala publiko, transmeto, tani është share, shpërndaj. Dhe është ndërveprimi që e solli interneti. Pra lexuesi tashmë ndërvepron në kohë reale. Dhe në një farë mënyrë, nëse do të bënim një lloj analogjie me historinë, kanë qenë dy shkrimtar distopik, nga dy romane distopike, pra George Orwell dhe Aldous Huxley, që ka qenë mos ka bëj 1933-shin. Pra George Orwell parashikonte që do vi një kohë e Big Brotherit, që shoqëria do kontrollohet, që e vërteta do të ndalohet, që librat nuk do lejohen, do të ligjen, që njerëzit do torturohen. Ndërsa 13 vjet më parë, dhe kuptohet në konteksti i kohës kur George Orwell e shkruajti këtë, ishte që Bashkimi Sovjetik, mbas luftës së dytë botërore, perandoria skeqe që e quajti Reagani, presidenti Reagan më vonë, apo kishte hedhur thuaç hijet në gjysmën e Europës e kishte marrë në kontroll dhe ishte konfrontimi i famshëm midis kapitalizmit dhe komunizmit. Ndërsa Huxley çuditërisht doli pak më shumë vizionar, domethënë nëse George Orwell i thoshte që librat do ndalohen, ai thoshte jo, librat do të botohen shumë, por s'do lexoj njeri. Nëse George Orwell i thoshte që e vërteta do kyçet nëpër kasaforta dhe nuk do lejohet, do ketë gardian që do ruajnë atë. Ai thoshte do jetë kryte kundërta, do zhytet në oqeanin e irrelevancës. Dhe ai parashikonte një shoqëri ku njeriu kontrollohet nga emocionet. Netflix e ka bërë serial këtë Brave New World. Është edhe sot e kësaj dite janë 6 episode. Dhe duke se jemi në këtë lloj etape, do të thënë që nuk ka më rëndësi e vërteta, por jemi nga 2016, fjala e vitit ka qenë post-truth, pra përtejtës vërtetës. E rëndësishme është çfarë emocioni unë shkaktoj, dhe jo se sa e vërtetë është historia. Dhe tek pyetja juaj, ne futemi tashmë tek faza e fundit, që flasim për media sintetike, pra produkte të prodhuara nga inteligjenca artificiale ku njeriu nuk ka ose ka shumë pak kontroll. Dhe në këtë lloj kakofonie të madhe kanë lëvizur shumë gjëra. Pra ka dimensionuar roli i medias.
Teknologjia ka bërë vetën, shumë njerëz që punonin në industrinë e medias sot janë thjesht pa punë. Gazetari vetë më shumë se sa një njeri që i binde një diktaturë në thonjza ku në fund ishte kryeredaktori që do të vendoste, nuk e ka më këtë rol dhe ka një lloj historie, nuk ka më editor. Pra, njerëz që të përcaktojnë. Nëse dikur gazeta thoshte cili ishte lajmi i parë kryesori se ishte në faqen e parë. Nëse televizioni thoshte ky është lajmi i parë sepse ishte rëndësi që do ta lexonte, tashmë nuk është më njeriu që vendos se çfarë ti do të shikosh të lexosh, është algoritmi. Dhe rënja e besimit tek njeriu, te institucioni, tek domethënë shoqëria, është zëvendësuar me fetishizimin e teknologjisë. Pra është algoritmi që përcakton në rrjetet sociale, në TikTok, në Facebook apo në Instagram se çfarë do të shohësh. Ti vetëm thjesht bën scroll, pra e lëviz dorën në mënyrë automatike, se do të thotë mekanike dhe ti nuk e di çfarë do shohësh, por ai e di se çfarë ti do të shohësh. Dhe kështu që ti e gjen vetë duke kaluar 2 orë, 3 orë, zë gjumi dhe s'man mend se çfarë ke bërë gjatë këtyre 2-3 orëve sepse nuk është më algoritmi. Dhe e fundit për ta ridimensionuar. Domethënë algoritmet e rrjeteve sociale nuk janë të ndërtuara që njerëzit të kenë paqe, lumturi, harmoni, demokraci, mirëkuptim, por janë për engagement, që ti të qëndrosh sa më shumë, që ti të spenzosh sa më shumë, dhe ka pas raste që njerëzit edhe shoqëritë kanë hyrë në konflikte. Deri në raste luftë civile për shkak të algoritmeve të Facebookut, sepse janë në mënyrë të tillë që të nxisin debatin. Dhe çfarë bëhet viral? Viral bëhet një gjë që jo domosdoshmërisht është e vërtetë, por që shkakton emocion. Shiko rastin e ditëve të fundit. Ajo çfarë ti mund ta konsiderosh logjike, normale, të vërtetë, e rregullt, merr pak like ose pak shpërndarje, ndërsa glorifikimi i dhunës, përshëndetja e vrasit, nxitja për trazira. Domethënë janë sigurisht themi çështje të algoritmit. Thënë këtë kanë ndryshuar gjithçka. Domethënë për ta përmbledhur pyetjen tuaj, kanë ndryshuar gjithçka dhe druajnë në mënyrë të pakthyeshme. Para pak ditësh doli dhe kjo e Sora, që është një lloj pjesë e inteligjencës artificiale që do të kalojë me videot. Me videot. Dhe ka filluar të prodhoj video dhe janë shumë, domethënë, në pamjet parë janë shumë cilësore dhe shumë realiste. Sa mund të ndikojë kjo, domethënë, në përkeqësimin e gjendjes së medias, sepse deri më sot videoja ishte, po themi, prova më e besueshme, domethënë nëse dikush, nuk e di, një politikan kapi në video I besoj asaj që shikoje më shumë. Televizioni besoj më shumë për shkak se gazeta nga që ti e shikon një gjë, ti beson. Dhe tani kemi mbërritur në paradoksin e madh që ti nuk i zë bes syve, për shkak sepse ajo gjë nuk është e vërtetë, por duket e vërtetë, por nuk është e vërtetë. Dhe kemi mbërritur në atë që cilësohet ekonomia e vëmendjes. Pra betejë më e madhe bëhet për vëmendje, si të tërheq vëmendjen. Dhe për të tërhequr vëmendjen, kemi mbërritur në një pikë, si thua, fundore në një terren të panjohur. Teknologjia gjithmonë i paraprin legjislacionit. Dhe ti tani ke nevojë për ishuj të themi ose ke nevojë për institucione se ku do të besosh. Pra, besueshmëria është monedha kryesore në këtë lloj biznesi. Çfarë do të besosh? Njerëzit nuk e dinë që shumë produkte që shohin dhe lexojnë janë produkte të inteligjencës artificiale dhe habiten, shprehin vlerësime, duar trokitje, bravo, të lumt dora, të lumt mendja. Në një kohë që është pothuajse e qartë që janë produkte të inteligjencës artificiale. Do të thënë, e thanë shumë thjesht, një bebe i vogël, aty që flet me logjikën e një plaku 100 vjeçar dhe thonë të lumt, thotë ku do lumt prindrit për ty sa mirë po flet sa i mençëm qenke do bëhesh i madh. Pra, pyetja është si do të dalim nga kjo lloj historie dhe është një ekspert i medias në Finland që ka nxjerrë emrin të themi media literacy, edukim mediatik. Pra ashtu si kundër për ushqimin që ne kujdesemi ta kemi sa më cilësor, domethënë sa më mundësisht zero pesticide dhe të jemi të sigurt që ajo që po konsumojmë është e mirë, po ajo ka etiketën, ka datën e prodhimit, ka përbërësit, ka dhe një institucion që është autoriteti kombëtar i ushqimit që e kontrollon. Tashmë ndoshta ka ardhur koha që përveç stomakut të mendojmë pak dhe për trurin, sepse truri në ushqim e informacion. Pra ky ushqim si do të certifikohet që është ushqim cilësor? Dhe si të hash, themi, hamburger
me një ushqim që të kanë gatuar në shtëpi dhe ti e di shumë mirë se çfarë po ushqesh. Pikërisht këtu jemi në këtë histori tashmë që nuk është më fjalët e gazetarët. Të edukojmë gazetarët, të trajnojmë gazetarët janë ato që janë, me ato kusurët që kanë, me problematikat e veta. Çështja është edukohet konsumatori. Pra, që nga fëmijët dhe deri tek mosha e tretë, duhet edukohen që të kuptojnë që jo çdo gjë që lexojnë në rrjetet sociale është e vërtetë. Jo çdo gjethe ferre apo barishte që gjejnë mund të kurojë gjitha smundjet sepse dikush e ka shkruar në Facebook apo në Instagram. Ne kemi raste mjekësh, çështja e shëndetit, nuk është thjesht çështja që apo marrim të vërtetën apo po mësojmë me gënjeshtrën, që thonë që nuk jemi ne që po flasim rreth kësaj, pra është kthyer në një lloj biznes me jetën dhe me shëndetin e njerëzve. Në këtë moment, në këtë fazë ku jemi është e rrezikshme. Pra nuk po flasim për politikë, nuk po flasim për opozit, po flasim për mirëqenien dhe shëndetin e njerëzve. Dhe duhet të fillojë. Ka filluar në Shqipëri programi i edukimit mediatik, pra qëllimi është që njerëzit të mësohen që ky lloj ushqimi, që po e përdor në vend të fjalës informacion dhe lajm, duhet që ti të kesh, domethënë disa njohuri bazë që është i vërtet apo nuk është i vërtet. Domethënë është i shëndetshëm apo është i dëmshëm. Ju jeni prej vitesh aktiv në media dhe jeni dhe pedagog. Kam një pyetje pak më konkrete, domethënë, në qoftë se me perceptim mund të më jepni, domethënë, sa përqindje artikujve që shkruhen në median shqiptare ndoshta janë të shkruar nga ChatGPT dhe jo nga gazetarët. Nuk e kam fjalën për lajm, tekst lajmi, po strukturën që lexon. Po, domethënë diçka, opinione, komente. Po ka një moment hipokrizie. Edhe ti ndan para 2022-2023 dhe pas. Po. Pra ti blefas shikon, domethënë gazetaria në kuptimin e lajmit, titullit, përmbledhjes, renditjes paragrafeve, idesë kontrolluese, asaj fjalës së mençur, përdorimit metaforëve dhe analogjive, do të dojë disa vite që një njeri të arrijë atë që quhet pothuajse perfeksion, pra ku ti nuk ke më çfarë ti heqësh këtij artikulli. Dhe ti befas shef që shumë njerëz, duke qenë nuk është se kanë ndonjë gjë të keqe në këtë rast, befas ti shikon të njëjtën strukturë. Pra shikon të njëjtën renditje, shikon të njëjtat metaforat përdorura, ti i gjen nga njëri tek tjetri. Gabime nuk ka më gabime në një farë mënyrë, dhe pyetja është po nëse s'punon inteligjenca artificiale, çfarë do të bëjmë? Dhe inteligjenca artificiale, sigurisht ata lën gjurmët e veta, sepse çdo njeri domethënë që është i fuqishëm se kupton që nuk mundet që ky njeri që s'ka shkruar kurrë të arrijë në këtë lloj shkallë perfeksioni, por ka një të keqe. Inteligjenca artificiale mund të jetë varianti jot më i mirë ose më i keq. Do të thotë nëse ti je nisur mbrapsht, sigurisht ato do të vi pas teje. Se asistenti virtual do të bindet. Dhe ti shikon, gjithnjë e më shumë po përdoret. Jo vetëm thjesht nga gazetarët, por edhe nga njerëz të tjerë që e pëlqejnë si thua këtë lloj zanat. Azëm një kuzhinier është shumë i mirë në zanatin e vet dhe duke përdorur inteligjencën artificiale mund të perfeksionohet. Por duke u futur do të thënë në tema të rëndësishme të ditës, përmes ChatGPT-s, dhe kësaj ai mund të egzaltohet sepse në turma themi emocionohet dhe thot bravo, ti po shkruan drejt e tjerë, por ai në një farë mënyrë dëmton dhe veten dhe prestigjin e tij. Nëse do të qëndronte tek e vetja, do të mësonte më shumë. Nëse do të ketë një problem shëndetësor, do ta ketë një alat shumë të mirë. Po jo për ta zëvendësuar plotësisht. Spaku ky është mendimi im për momentin. Dhe përgjigjja pyetjes është përdoret shumë. Domethënë ke dhe gafa, që i shpëndojnë gazetarëve që do të doje këtë lloj variante ta bëjë një titull më të fortë, më të fuqishëm. Është gjithnjë më shumë përdorim, por e keqja është që nuk e di njerëzit. Do të thënë se ti shikon nga reagimet e komentuesve. Edhe nuk është krijuar kjo historia, do të thënë okay, ti mund ta nuk është e ndaluar, do të thënë është e këshilluar, mund ta përdorësh për ide, mund ta përdorësh për strukturë, mund ta përdorësh për redaktimin letrar, mund ta përdorësh si editor. Do të thënë, nëse do ishe editor, çfarë do sugjeroje? Po jo që do të thënë të bëhet e gjithë puna nga ajo, do ti vësh emrin njërin fillim dhe një në fund të kujdesesh që do të thënë ky është produkti im, nuk është një tjetri. Mos parim në një lloj pike që prodhojmë content ose editoriale ose opinione ose lajme me anë të makinerisë për makinerinë, domethënë nga ChatGPT-ja për algoritmi.
është shumë e vërtetë dhe shumë interesante se çfarë ndodh. Do të thënë, inteligjenca artificiale është i ushqyer me materialin njerëzor. Deri në këtë frazë që po flasim, pra Wikipedia, interneti, enciklopeditë, rrjetet sociale, pra ka marrë si thua materialin njerëzor, me të mirat, me të këqijat dhe është ushqyer prej tyre. Tani do të fillojë ndoshta procesi i kundërt, që makina do të fillojë mund ta përdor si metaforë, po si lopa që ri për typ ushqimin. Pra ushqimin e vet edhe merr e ri për typ. Dhe ndoshta drejt kësaj faze do të vim që sepse do të ushqehet tashmë jo me produktin e njeriut, por me produktin e vet. Dhe kjo është se vjen një pikë që domethënë nuk ka më çfarë konsumon, konsumon vetveten. Konsumon vetveten, po edhe ti si lexues fillon ti dallosh ato që janë shkruar me inteligjencë artificiale dhe bëhet pak e lodhshme, domethënë që të vazhdosh ta lexosh dhe domethënë produktet sa vijnë dhe i ngjajnë deleve që i qeth një bari. Gjithnjë e më dukshme. Domethënë ndoshta do të fillojë ky program i edukimit mediatik ndoshta jo nga shkollat, por nga pensionistët. Dhe ka plot vende, në vende nordike ka filluar si program tek mosha e tretë, pra për të kuptuar që ka ndryshuar gjithë historia, nuk janë më vetëm profesionistët që ndikojnë, gazetari nuk e ka më atë rol që ka pasur. Është një, si themi, ka më shumë kakofoni se sa një lloj qartësie në këtë lloj historie apo në këtë lloj ambienti digital. Pra ara digjitale, përveç produkteve të mira, ka edhe ato barat e këqija që sa vijnë dhe shtohen. Dhe po ajo arë digjitale, domethënë duhet trajtuar dhe duhet kujdesur, domethënë që të jetë na japi produkte të shëndetshme. Dhe janë mundësi për të bërë gjëra shumë më të mira. Kam vërej që sa herë diskutohet në televizion, në darkë, në mbrëmje, flitet se për diçka të shenjtë, domethënë pavarësia e medias. Ndërkohë që kur shikon, nëse ndjek sa do pak diskutime të jashtë, njerëzit janë më të ndërgjegjshëm që shikojnë se media nuk mund të jetë plotësisht e pavarur. Ka, domethënë, çështjen e financimit që është shumë e rëndësishme, ka interesat e politikës editoriale, interesat e gazetarëve. Dhe jam kurioz të di që pse ndodh, domethënë pse kemi një lloj si me ChatGPT, domethënë. Një lloj dashurie kaq të madhe, po për fjalën. Për fjalën dhe për median që e shohim gjithmonë këtu tek ne si diçka të shenjtë, domethënë është diçka që ka një lloj romantizimi. Nuk që nuk ka marrë një përgjigje të qartë, po domethënë është një gjë pak tundet flamuri i pavarësisë, po nuk mungon shtiza. Ne ka ngel një cop leck që val vite dhe thotë që unë jam i pavarur nga kush? I pavarur nga miqësia, nga familja, nga ndikimet, nga preferencat, nga pëlqimet, nga mjedisi ku je rritur, nga politika, nga biznesi, nga çfarë. Këtu zakonisht nuk kuptohet që si jam as me Pashën, as me Beon, pra as me qeverinë dhe as me opozitën. Kjo nuk kupton në një farë mënyrë që thuash jam i pavarur, por kjo nuk është, domethënë është si thuash gjysma e gotës, e mbushur plot. Sepse janë thuash interesat ekonomike kryesore, interesa kriminale ndonjëherë që mbizotrojnë ose që shfaqen her pas here. Ajo çfarë ngatërrohet ndonjëherë është që ngatërrohet ajo ndarja, domethënë nëse dikur thonim që opinionet janë të lira dhe faktet janë të shenjta, tani duket që opinionet janë shenjtëruar, që mos mi prek këto opinione, këto mendime që kam, faktet janë çështje interpretimi, pra që mund t'i debatojmë faktet edhe mund t'i lëvizim për të cituar Mark Twainin që thot shifrave i rregullojmë, thot po çfarë t'i bëjmë fakteve. Dhe si thua është e përzir pak opinioni me informacionin. Domethënë të jesh i një anshëm, pra mbështet një kauzë të caktuar është si thua sinqeritet. Pra unë po mbështes qeverinë. Por kjo nuk do të thotë që unë të sajoj lajme të gënjeshtra për opozitën. Pra në komentin editorial mendoj që unë jam mbështetës i qeverisë, por kjo s'do të thotë që duhet të sajoj lajme pozitive për qeverinë dhe negative për opozitën. Dhe anasjelltas, unë mbështes opozitën, kjo s'do të thotë që të gënjej ose të sajoj ose të shpif për palën tjetër. Dhe ky fenomen osmoze që ngatërrohet editoriali me informacionin, ku të themi sajohen, tjetërsohet titulli, jo thjesht për klikim, po edhe për të krijuar një lloj ndikimi. Parja gjithmonë bardhëzi, pra që ajo që unë mbështes është e bardhë dhe ajo që unë sulmoj është do të thonë zezë. Mungesa e asaj që quhet mendim kritik
që ta pranojmë si shoqëri që nuk ka njeri të pagabueshëm, nuk ka institucion të pagabueshëm. Kalimi i çdo gjëje personale, do të thënë nëse unë të kritikoj ose kam një mendim të kundërt, unë mbetem miku jot ose mbetem bashkëbiseduesi jot, dhe nuk ka arsye që do të thënë për dy pikpamje të kundërta, për një çështje të caktuar, duhet të fillojmë luftën më një herë. Virtuale asgjë e keqe, por ne po shikojmë që betejat virtuale po helmojnë opinionin dhe betejat virtuale përfundojnë edhe në viktima në jetën reale. Kemi parë shumë për fat keq tek adoleshentët në raste përsëritura. Ne të gjithë themi se duam të informohemi nga një media sa më e pavarur dhe sa më pak e ndikuar. Megjithatë, në shumicën e rasteve jemi të prirur të lexojmë ato media që na konfirmojnë paragjykimet tona ose opinionet tona. Edhe kur algoritmi sugjeron aksidentalisht diçka ndryshe, domethënë nervozohesh aq shumë, domethënë e refuzon dhe vjen një lloj, domethënë nervozizmi dhe një lloj urrëtie ndonjëherë. Mos ndoshta pyetja nuk është vetëm a është media e pavarur, por a mund të jemi edhe ne si lexues të pavarur, ndoshta si jemi edhe ne. Ka një, domethënë nga natyra njeriu është kurioz, do të di, do të udhtoj, do të njoh vende, do të eksploroj, imagjinata është e lirë për të shkuar, por ajo që thonë është e vërtet, që është gracka e rënies në rutinën ose në ato dhomat flusk, pra ti jetosh brenda një fluske, brenda një mikroambienti. Dhe është zgjedhje. Nuk ka asgjë të keqe, por ka dhe njerëz që në të kundërt do dëshirojnë të shohin për te njerëzve që i njohin. Nëse ti do shkosh gjithmonë në të njëjtën rrugë, do të takosh të njëjtit njerëz, do të pish kafe me të njëjtit njerëz, do flasësh për të njëjtat gjëra. Do ta dish madje edhe se çfarë mendon ai. Jeta mund të jetë, si thua, më e qetë, por koha do ikë më shpejt. Pra nuk e sfidon dot veten. Zakonisht sugjerimi është që ti të kuptosh pikpamjen e kundërt. Do të thënë pse ai tjetri ka një gjë krejt të kundërt dhe duhet ta vizitosh. Do të thënë nëse ti ke lexuar vetëm materiale që mbështesin, po i themi, ideologji të majta, duhet kuptosh çfarë ndodhte e djathtë. Pse ka mbritur në këtë pikë që ti mund të mendosh se është i çmendur apo është i mrekullueshëm. Edhe kjo është një lloj ushtrimi, do të thënë, për të mësuar me mendimin kundër, pra kundër uniformizmit dhe ripërsëris, pra një mendim kritik për të vënë dyshim, a është vërtet kështu siç e mendojnë këtë gjë, mos është krejt e kundërt, mos e kam gabim në këtë pikpamje. Ai tjetri ka diçka, domethënë që po mbron këtë lloj gjëje. Kjo për fat të keq mungon, por ka të bëj pak edhe me gjuhën. Do të thënë sepse unë e gjej veten vet, do të thënë kur shikoj algoritmi sugjeron shpesh ndonjëherë çmendur, të jep material para 6 muajve. Portalet azëm që kanë vetëm tituj ai e dit azëm që më pëlqej Manchester United ose Real Madridin, edhe fillon të ushqen me lloj informacionesh që ty të duken interesante për t'i ditur, por në fakt janë thjesht abuzime, klikime që të ecin reklamat, pra që të vizitosh sa më shumë reklama. Ose portale abuzuese, ku diun, në tipin, domethënë që merren me jetët personale, çfarë mendon filanin? Vë foton e Bjornit aty, i fton njerëzit nga janë nga si janë, domethënë hajde çfarë mendon për këtë. Dhe fillon pastaj ajo gjeneron komente. Algoritmi mendon që aty ka diçka interesante dhe shpërndan sa më shumë njerëzve. Dhe thjesht ti zgjedh dhe duhet bësh pastrimin. Është sekondë të pastron ambientin ku jeton, s'mund të rish në një ambient pa e pastruar. Është koha për të pastruar ambientin digital. Pra, nuk është e lehtë, pra këtë do t'i të ndjekësh nga kultura, nga ekonomia, nga politika, nga sporti, në mënyrë që algoritmi të mësohet me gjërat e tua. Ke dëshirë të mësosh për inteligjencë artificiale, te kutia e kërkimit fillo kërkon disa herë, derisa të mësoj që ti ke interes për këtë lloj teme. Edhe kjo vlen për TikTok, Instagram e tjerë. Pra, duhet që ti të mos jesh vetëm konsumues pasiv, pra çfarë të ka nxjerr ty TikTok-u, po të jesh të ndërveprosh dhe ta diktosh algoritmin. Ndërsa pjesa e thelbit të pyetjes tuaj prodhon një shoqëri të fragmentarizuar, të polarizuar dhe që nuk merret vesh me njëri tjetrin. Pra themi shqip po flasim, po nuk merrem vesh, sepse ai është ushqyer vetëm me një lloj historie, që jo domosdoshmërisht mund të jetë e vërtetë. Mund të jetë thjesht teori konspiracioni. Pra një gjë shumë e besueshme, shumë e mirë, ka ngjitur dhe njerëzit besojnë që kjo gjë është e vërtetë. Po marr një rast kot, për shembull, deri edhe njerëz që janë, të themi, të shkolluar, që kanë lexuar, që
s'mund të thuhet se janë amator në këtë fushë në Katowice. Po. Sajes, një shpikje made in Albania, origjinale në Shqipëri, dhe vijon mbas 30 vitesh, ripërsëritet dhe fillojnë njerëzit kërkojnë në këtë botë të komplikuar, në këtë turbullir informacioni, do të thënë shpëtimi është tek zgjidhjet e thjeshta dhe të shpejta. Dhe zgjidhjet e thjeshta dhe të shpejta i kanë teoritë konspirative. Ka një grup që e kontrollon gjithë botën, dhe ata e bëjnë këtë. Ka një lob që do të bëj luftën dhe ai lobi bën luftën. Ka një që do të bëj paqen dhe ai bën paqen. Ka një që do t'i pi gjakun popullit, ata po pin gjakun popullit. Bill Gates është shumë interesuar të di si bëhet tava e Elbasanit, ai ka shpik vaksinat që të marrë vesh formulën e tavës së Elbasanit. Këto historitë e këtyre. Që i pam sidomos gjatë Covidit, thoshin që natën mbyllën dritaret se do fluturojnë helikopter. Ne s'kemi helikopter për ditën, ata thoshin që natën ruhuni dhe mbyllën. Ose është dhe ajo tjetër, më thënë, këto në lidhje me qeveria do të kontrollojë, nuk e di, mendjen e njerëzve, ndërkohë ti shikon që qeveria ka shumë të vështirë kontrollojë gjëra më të thjeshta. S'mban dot mendjen e vet. Një nga modelet që ka filluar të përhapet, sidomos në Britaninë e Madhe dhe në SBA, është modeli i medias financuar nga lexuesi ose nga shikuesi, nga ai që konsumon informacion dhe lajmin. Si një mënyrë që për sa kohë nuk mund të kemi një media të pavarur, të paktën është e varur nga lexuesi, nga ai që e paguan, që e financon. Megjithatë, në ato pak raste që ndoshta është tentuar në Shqipëri nuk ka funksionuar dhe një lloj përshtypje më thotë që nuk ka për të funksionuar ndonjëherë se njerëzit as nuk e konceptojnë dot që të paguajnë, të abonohen diku për të marrë informacion. Pse mendoni që është kaq e pamundur kjo në Shqipëri, domethënë ky lloj modeli? Interesant. A mendon që është e pamundur një herë apo? Po ju vetë si mendoni? Unë mendoj që është e pamundur, domethënë e shoh që nëse dikush do fillojë diçka, një projekt të vogël mediatik dhe do kërkojë njerëz të abononi tek unë që të jemi pavarur nga politika dhe nga interesat e biznesit, shumica e njerëzve nuk është se kanë për të sado cilësor të jetë. Vjen kjo për shkak sepse është thjesht arsye ekonomike, pse të paguaj për një gjë që mund ta marr falas, apo ka diçka mendojmë më të mendoj që ka diçka më të thellë, ndoshta domethënë njerëzit e konsiderojnë gjithmonë si një shërbim publik, ndoshta si të shohin, nuk e di. Edhe pse media është private dhe ka nevojë të Jo, televizioni publik paguhet. Do është tarifa. Jo gjitha, por paguhet. Pra njerëzit e paguajnë. Është model që funksionon në disa vende europiane, me që referove Britanisë, këtu paguajnë 1 euro në muaj në tarifën e 1000 lekë të vjetra në tarifë në nuk është energjisë elektrike. Tarifë vullnetare, diçka që ti duhet ta. Është e imponuar, pra paguajnë njerëzit. Pa është kjo për njerëzit pastaj si produkt? Është përkthyer në një produkt më cilësor, më të besueshëm për njerëzit? Jo. Të paktën këtu te ne jo. Po edhe unë kam ato skepticizmin tim edhe për në Britaninë e Madhe dhe për BBC-n dhe për këto, sidomos vitet e fundit me raportimet të lidhur me konfliktin në Gaza, domethënë ka një lloj. Është kriza e besimit, mendoj Bjorn, është kriza e besimit. Pra njerëzit gjithnjë më pak, do të thënë kur ti dyshon te BBC-ja, imagjino çfarë mund të besosh për një media në Shqipëri. Dhe kur ka krizë besimi, midis shitësit dhe Blerësi bojkoton shitësin. Dhe mendoj që ndoshta është kriza e besimit. Pra, do të thënë pse duhet jap unë për një gjë që nuk e besoj. Dhe në qoftë si referohemi sondazhet, besimi tek media si institucion ka rënë, nuk është rritur. Ka rënë sepse dhe vetë media po kalon atë transformimin e madh, tronditjen e madhe, pra ajo që ju thatë në fillim, nga një sistemi organizuar tek përpjekja për të qenë influencer, për të thënë, wow, kjo shishe ujë, domethënë me pak të shishe ujë unë nuk do arrit të bëj dot asgjë, duke pirë këtë shishe ujë. Një studim thotë që po të pi 5-6 nga këtë do jem shumë mirë, po një tjetër thotë që jo aq mirë. Si thoni ju dashur, ta pi apo mos ta pi këtë shishe ujë? Lum komentesh, mendimesh, bën mirë për kaq, bën mirë për aq, më thëtash. Pra, në një farë mënyrë tek ndoshta banaliteti është një lloj gjë që po shitet pak më shumë. Do të thënë gjërat e rëndomta, gjërat që s'kan asnjë pikpamje, asnjë lloj vlere, po thjesht e hap debatin me këtë ose kamera këtu do të themi këtu. A e dini se kjo copë e zezë, do të thënë këtu është produkt që prodhohet në Shqipëri.
Gjithë mendojnë se është në Kinë, por këtu është një biznesmen i suksesshëm që e bën këtë në Fier nëse doni. Edhe nga kurioziteti pastaj dile dhe bëhesh influencer për të marrë para nga kompania që bën. Për të përgjigjur pyetjes tuaj që në fakt ju përgjigje vet, ka të bëjë me krizën e besimit. Do të thënë edhe është një model që nuk ka funksionuar. Ajo funksionon kur ne besojmë. Do të thënë nëse nuk besojmë nuk funksionon asgjë. Edhe për një periudhë shumë të gjatë do të thoja nuk më duket se njerëzit do të kërkojnë të paguajnë për të marrë një gjë shumë cilësore. Dhe modeli që ka funksionuar në Shqipëri, po i themi gazeteria investigative që kërkon kohë, kërkon njerëz, kërkon burime financiare, përgjithsisht është lëvruar nga fondet e donatorëve. Pra nga ajo që quhet media e organizatave jo fitimprurëse, që nuk janë modele biznesi, por kanë produkt mirë. Kanë produkt mirë sepse nuk kanë pronar. Kanë produkt mirë sepse nuk duan t'ia dinë kush është në qeveri dhe kush është në politikë. Por është me paratë të tjerëve. Në momentin që ndalojmë paratë të tjerëve, është një lloj si lumet që në momentin që ti vendos digën, energjia shkon diku tjetër dhe pjesa tjetër mbetet pa ujë. Megjithatë, edhe këtu tek ne ka njerëz që janë të gatshëm të paguajnë, nuk e di, një influencer që flet në TikTok apo në Instagram apo t'i dërgojnë dhurata. Ndërkohë nuk duan ta bëjnë këtë gjë për një gazetar që mund të raportojë ose për një grup gazetarësh që duan të ndërtojnë diçka cilësore. Kujtoj një gjë interesante, sikur 1% e parave që hidhen nëpër dasma kalonte për median, do të ishte një fond i konsiderueshëm. Do të na ke vënë ndonjëherë ndonjë nga këto të dasmave që mbulohet dyshemeja me disa shtresa me para, me dollar, me euro, me lek. Ka një gjë, sepse ka një lloj përçmimi deri në urrëtie ndaj establishmentit. Pra është koha që, do të thënë, njerëzit mendojnë që ai që është publik është fajtor për gjendjen në cilën ai ndodhet. Ose pse nuk ndodhet në gjendjen që ai mendon se duhet ishte. Dhe fajin e kërkon gjithmonë që është qeveria, është politika, është gjyqësori, ja ju njerëzit e medias, ju keni 30 vjet që ju shohim, çfarë na keni bërë ju etj. Megjithëse nuk i kanë votuar kurrë. Do të thënë, vazhdojnë të votojnë partitë. Dhe vuajnë pastaj zgjedhjen e bërë dhe fajin e kërkojnë diku tjetër. Ndërsa janë shumë të gatshëm për të kontribuar për njerëz të panjohur që i arktojnë ose që i pëlqejnë ose që i ngjit mendimi, do të thënë është në të njëjtën gjatësi vale. Janë shumë të gatshëm sepse thjesht është bërë dhe më e lehtë. Do të thënë transaksioni digital është bërë gjithë më e lehtë, por nuk e beson dot. Jo vetëm që se beson, por edhe ka një lloj përçmimi dhe kjo është një zile zgjimi për komunitetin, i cili ai ka problem të vetes, nuk po themi që këtu janë ëngjit dhe në anën tjetër janë djajt. Pikërisht për këtë arsye, edhe etika në media nuk është në një traditë shumë e konsoliduar. Kodi i parë etik është 1922, pra 103 vjet përpara në Amerikë, kodi i editorëve. Nuk është se bëri magjin, por ama tregoi që ka një shkallë përgjegjëshmërie, për kohën që flasim, për kohën e para rrjeteve sociale dhe para inteligjencës artificiale. Që media nuk është se nuk gabon, por ka më shumë transparencë, më shumë llogaridhënie dhe nxjerr mësime nga gabimet. Kjo kohë nuk ekziston më. Novela e famshme e Stefan Zweigut, Yesterday World, bota e djeshme. Është një botë që s'është më dhe besoj se do të kthehet. Ndërkohë që inteligjenca artificiale, algoritmet, gazetarit që duhet të bëjë dhe influenceri, nëse influenceri duhet të bëjë dhe rolin e gazetarit, duket sikur po shkrihen gjithmonë më tepër në një dhe nuk ka më kufi. Sa e mundur është që gazetaria ta rishpik veten, apo ndoshta është thjesht fondi i medias, fondi i gazetarisë dhe do hyjmë drejt kësaj bote të re dhe të guximshme që nuk e di sa e guximshme është. Nëse do ta tepëroj, do të thosh është një fazë çmendurie, në thonë za. Është fazë kaosi. Ndërsa Antonio Gramsci kishte një përcaktim interesant, që e vjetra është shëmbur, e reja akoma s'është ngritur dhe është periudha e monstrave. Në këtë periudhën e ndërmjetme, në këtë lloj që fjala magjike që është tranzicion. Por unë besoj që njeriu nga natyra kërkon
të informohet, të di. Ato gjëra që di vetë dhe i di më mirë, nëse di më mirë se Zoti, se krijuesi. Gjërat e lagjes është ekspert, gjërat e politikës brendshme është doktor shkencash. Për të dhënë mend për gjërat e rajonit është profesor. Por ka gjëra që nuk i di, dhe do t'i di. Ndodhi lufta në Ukrainë, ndodhi lufta në Gaza, mund të ketë ngjarje të tjera, mund të ketë luftë botërore, dhe ti do kërkosh të informohesh. Dhe ka dy rrugë, ose përmes WhatsApp-it edhe njerëzve që ti i ke parë në Facebook, ose përmes institucioneve që ti i beson, dhe që ju vetë përmendë që nuk e kam atë besim që kisha të zëmë të BBC-a, të RAI, të ZDF-ja, apo ABC, CNN e tjerë, sepse nuk janë me institucione që besohen, dhe është ajo që Elon Musk e thoshte në X-in e famshëm me dy fjalë, you are the media, pra ti e vetë media. Dhe shkohet që profesioni nuk është më, si thua, imagjino çfarë do të ndodhte nëse të gjithë do bëheshim hidraulik, ose të gjithë do bëheshim mjek, ose të gjithë do bëheshim inxhinier. Tani kjo ka ndodhur dhe profesioni i parë është gazetaria. Pra të gjithë janë gazetarë. Të zëm, qeveria, kryeministri, lideri i opozitës, jo domosdoshmërisht kanë nevojë për konferencë shtypi, për media, për dalë në televizor, dalin për hatër ose për qoka. Nuk ka nevojë sepse ai vetë tashmë komunikon me njerëzit. Bën vetë produktin e vet mediatik, ka vetë kanalet e komunikimit, bën programe, bën podcaste shumë të mira. Bën ngjarje në kohë reale, live. Pra nuk ka nevojë për gazetar. Në momentin kur të gjithë bëhen gazetar, të gjithë bëhen komentator, fjala zhvlerësohet dhe nuk ka më atë peshë që kishte dikur. Betejë për vëmendje do të thotë një betejë që shkon në të kundërt të cilësisë. Dhe këtu jemi në këtë lloj faze. Shiko produkte televizive. Do të thënë çdo natë nga e hëna të premten, nuk është se ke filma, spektakle, programe të lehta që të shoqërosh mbrëmjen me të. Janë politike. Pra politika është, si thua, pjata kryesore në menyn e darkës. A mundet që të ketë kaq shumë njerëz që të rinë 2 orë duke dëgjuar çfarë thot X dhe çfarë thot Y, nuk besoj. Por atë çfarë ndodh është kjo? Është një lloj ushqimi që coptohet nga media tashmë dhe u hidhet rrjeteve sociale, për të ushqyer turmën, pa përdor turmë tani jo popull dhe jo konsumator në rrjete sociale, dhe bëhet në një mënyrë të tillë që të marrë më shumë klikime. Dhe një gazetar i mirë thotë që ky postim që ti ke bërë, thotë ka marrë 50.000 shikime. Dhe më të them, nëse do të merrte 50 milion, nëse do të merrte 5 miliard, çfarë ndryshon? Është një lloj marrëzie, që kush ka më shumë klikime. Po klikime për hir të klikimeve, dhe jo kush po thot vërtetën, jo kush është më e mira, jo kush është rruga e duhur, është kush është më popullor, dhe kush është më ndjekur. Në fakt kam një pyetje për këtë pjesën e mediave dhe të kontente që prodhojnë këtu tek ne, sepse gjatë gjithë ditës televizionet kryesore janë të mbushura, po themi, me politikë, me ngjarje të kronikës ku diskutohet dhe debatohet për këto gjëra. Dhe nëse kam përshtypjen që nëse do zbriste një shtokësor dhe do hapte një ekran çfarëdo, do kalonte nga një ekran tek tjetri, do krijonte përshtypjen që kjo është një shoqëri shumë e interesuar të diskutojë për çdo gjë, domethënë të debatojë për çdo gjë, do krijonte një imazh pozitiv, po nuk duket sikur reflektohet në jetën reale. Sepse të gjithë janë të interesuar për çdo gjë dhe të gjithë kanë një koment ose një ide për gjithçka. Dikur ka qenë parolla i gjithë populli ushtar, tani është i gjithë populli komentues. Unë jam kurioz Bjorn të di, do të thënë, në Kanada që ke jetuar, do të thënë, ti vet çfarë merri nga media dhe ku dallon media e Kanadas me media këtu? Është pak më e qartë sepse janë, domethënë, të ndara, po themi, në dy kampe, ka media konservatore dhe media liberale, më është media që po themi është e qartë atje. Është e qartë, ka një media që është në qendër dhe pak majtas dhe një media që është plotësisht në të djathtë dhe dallon në këndin që i jep çdo lajmi, domethënë dhe raportimit, sigurisht nuk e sajon raportimin, nuk sajon faktet, por ka një kënd në mënyrën si e trajton, si vendos titullin. Dhe një gjë tjetër është që
shumica e njerëzve nuk është se janë të interesuar për politikën ose për kronikën, nuk është se ka shumë ngjarje politike dhe kronike që si. Në varësi të moshës, mosha po themi 50, 60 është shëndetësia, është interesuar për këto programet, po themi që atje quhen trash ose programet reality, sepse është një lloj mënyre për të çlodhur mendjen mbas punës. Të rinjt janë pothuajse deri diku mund të them apatik në pjesën më të madhe, nuk është se ju intereson kjo gjë. Mund të interesoj sporti, mund të interesoj pak showbizi, po nuk është se ka ndonjë interes kaq të madh për të diskutuar për çdo gjë të mundshme. Tu me disa shok të mi, gjithmonë kam, domethënë para disa vitesh bënim këtë pyetje. Domethënë, çfarë shikon për të informuar gjatë ditës? Dhe gjithë secili nga ne jepte një listë portalesh. Domethënë, kush shpreh gjatas, kush shpreh majtas për të parë, domethënë, edhe lista nuk ishte shumë e gjatë. Ne kemi vetëm për median, ndoshta janë mbi 1000 portale, por lista që unë hap është 5-6. Edhe nuk mendoj që në këtë vend ka 1000 lajme në ditë. Mund të ketë 10-15 lajme kryesore, por shoh që këto 10-15 gjithë secili i merr dhe i bën atë çorbën e vet. Një pyetje të fundit. Çfarë do thonit sot atyre që mund të ndërrojnë akoma të bëhen gazetar ose të hyjnë në media? Ka mbetur akoma diçka e sinqert në këtë profesion? Dikur Gabriel Garcia Marquez thoshte që ky është profesioni më i mirë në botë. Pra, një jetë aktive në gazetari do të thotë që dikur s'ke një ditë mërzitshme, një ditë rutinë. Nëse kur s'ke një ditë që çohesh mëngjes të thuash çfarë do bëj sot. Ose të thuash që okay, u mërzita gjithmonë ditën punë. Pra ajo dinamika, ajo historia, ajo si themi dashuria për fjalën, për frazën e bukur, për mendimin, për qartësinë, mendoj që do mbetet edhe për një farë kohe, pavarësisht se sa shumë do të evoluojë inteligjenca artificiale, ndoshta do vinë një moment që ti nuk e dallon dot më, sepse ajo që diskutuam pak më parë, pra është si thua i njëjti material, i njëjti stil dhe të njëjtat promptet, themi dhe të njëjtat outputet, të njëjtat produkte. Nuk e di më. Edhe është shumë jo e ndershme të japësh këshilla për të rinj, për shkak sepse shpikja e inteligjencës artificiale nuk ka të bëjë thjesht dhe vetëm me komunikimin. Pra nuk është momenti Gutenberg 1445, do të thënë që revolucionalizoi, demokratizoi dijen. Deri në atë kohë ishin pritërit, do të thënë ato që dinin, derivon dhe tek ne ka qenë vetëm një njeri që dinte të lexonte në fshat letrat dhe quhej njeriu i ditur, pastaj kaloi te mësuesi dhe u quajt intelektuali i ditur i që di të gjitha etj. Tash kjo epokë është mbyllur dhe inteligjenca artificiale, duke përmendur Yuval Harari, që ka paralajmëruar prej kohësh, këtë bësh me një gjë që mendon vetë. Pra arrin të mendoj vetë dhe të gjej zgjidhje vetë. Dhe është një gjë që ti nuk e ke më nën kontroll. Pra nuk është puna e që ti shpike energjinë bërthamore dhe mund ta përdorësh për energji elektrike, por edhe për luftë. Pra po prap ti e ke në dorë. Por është një gjë që ti mund ta kesh komplet, si thua, jashtë kontrollit. Vjen pikpyetje shumë zanate, do të thënë se si do të transformohen, nuk e dim se do jenë zanat pas 5 apo 10 vitesh, do të thënë në fushën e financës, të ekonomisë, transportit, infrastrukturës, komunikimit, mjekësisë, marrëdhënieve sociale që do kemi, do jemi më shumë kohë me njëri tjetrin, apo do jemi me asistentin virtual. Dhe kanë filluar, do të thënë, shumë kohë tashmë njerëzit e kalojnë në jetën virtuale dhe gjithnjë më pak në jetën reale. Kështu që vetë profesioni do të jetë në krizë, edhe vetë shoqëria do të jetë në krizë, sepse një shoqëri mbetet e tillë kur ekziston një minimum besimi. Nëse momenti që është një mosbesim sa vjen dhe bëhet më i thellë, do të jetë gjithnjë e vështirë pastaj për të qenë një shoqëri solide ose një gjë që na mban bashkë. Deri tani na ka mbajtur bashkë gjua, historia e shkurtër, e ardhmja është një çik më problematik. Shumë faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Kënaqësia ime. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.